Qumështi i ngrohtë me sodë buke, zbuloni mrekullinë që bën për shëndetin tuaj. Soda e bukës është një përbërës fantastik në krahas recetave të gatimit që mund të gjeni në produkte të veçanta në receta të ndryshme natyrale. Ju sjellim në këtë video një recetë të vjetër me përbërës kryesor sodën e bukës dhe qumshtin për të lehtësuar problemet e kollës, fytyn acaruar, të ftohurën dhe njëkohësisht edhe shëndetin e mirë të stomakut. Duke qenë se është pikërisht periudha kur edhe ulja e temperaturave, gripi dhe viroza shoqërohen përherë me dhimbje fyti dhe koll, kjo është një nga metodat më të mira natyrale për ta mbajtur shëndetin të fortë nga e ftohura dhe problemet e shkaktuara më sipër. Për përgatitjen e kësaj recete duhet të ndiqni këto hapa. Këshillohet që të përdorni këto produkte të thjeshta. Qumshti me sodë buke ka përdorim të gjerë në shëndetin e lëkurës, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Hidhni një gjysmëlugje çaji sodë buke në një gotë me qumësht dhe konsumoni atë, kështu do të merrni përfitimet e saj.